Qytetarë të Republikës së Kosovës, me këtë video dua të drejtohem një motre tonë, një femre, sepse një femër sulmohet vetëm nga kriminelt apo nga pervert, cilët janë dhunus. Une dëgjova thyrje, sharje në drejtim të Dejona Mihajlit. Une menoj se AKI-ja dhe institucionet tona shtetërore, po mos t'ishte kredibile, nuk do t'a këshin lon që ta udhëheq një dikasiter, nuk po dim çfarë dikasiteri udhëheq, por dua t'i drejtohem kësaj motrës tonë, kësaj zyrtarje, që mos qetë hatri se çka thojnë Nuradin Lushtaki, Sami Lushtaki, Mergim Lushtaki, kundër teje. Kjo klik, motra jam e dashur, e kanë uzurpu gjithë Skënderajin dhe eja shiqo nga varrezat e dëshmorëve, te tukat, te lokalet, gjitha krimet që ka bohen ti motër e nderuar, që ka bohen Skënderaj, i bojnë që ta tresi po të shojnë ty. Këta ku gjojnë leksht edhe sulmojnë, edhe rrehin, edhe dhunojnë. Por ty mos ngjelet hatri në ta, kurse këta e kanë shkatru Drenicën e vetë, venin e vetë, edhe gjithçka që ka thirret me krim niset nga ta, çdo krim që e kanë bo këta. Këta duan që edhe atje të shtin hundë, edhe në qeveri qendrore, të zërpojnë, vjedhin ashtu si kanë vjedh edhe po vjedhin, e ti do të ndihesh krenar se po t'ishe jo kredibile, AKI-ja dhe institucionet dhe kushtetuta nuk do të lente ta krysh detyrën tonë. Mos mbetet hatri nga ata që dhunojnë, rrahin, mos mbetet hatri nga ata që sulmojnë policinë e Republikës Kosovës me armë, mos mbetet hatri nga ata që çdo krim që është bën Skënderaj e ka emrin Sami Lushtaki, Nuradin Lushtaki, Mergim Lushtaki. Drenica nuk është kundër teje, njerëz të mi nuk janë kundër teje, njerëz të këqij janë kundër teje, prandaj tu kisha lut edhe qeverisë të Republikës Kosovës, edhe ty zonja Dejona Mihajli, që të menoni për Drenicën tonë të varfër, Drenicën tonë e cila ka nevojë për gjithçka, sepse këtu në Skënderaj vetëm 4-5 kriminal përfitojnë e vjedhin, kurse populli i Drenicës është në vujtje, është në ankth, në presion. Prandaj, si qeveria e Republikës Kosovës, i keni mundësit që ta ndihmoni popullin në mënyrë individuale, si të grandet, si të rastet, për shembull, të kompenzimi i domëve, më thash, i keni do mundësi, edhe ne bëni një komandant policisë, jo cilin e nominon Sami Lushtaki, po cilin e nominon qeveria, edhe kështu gradualisht na ndihmoni të shlirohum nga tiranet, mos që i ngjelet hatri se çka po ju thojnë juve. Ndihmoni këtë popull Drenicës, i cili ka nevojë për gjithçka, ka nevojë për oksigjen, ka nevojë për liri, ka nevojë për shprehje të lirë. Prandaj, qeveria e Republikës Kosovës ka obligim ta ndihmon Drenicën, popullin e Drenicës, në mënyrë alternative, duke gjetë rrugë, në mënyrë individuale, jo përmes kuvendit komunal kriminal Sami Lushtakit, por t'i zgjedh qytetarë që ka nevojë dhe t'ju ndihmon, se pa një Drenicë të fortë ekonomikisht, edhe pa një Drenicë të fortë ushtarakisht, nuk ka shqiptari e lemo Kosovë. Prandaj, mos t'ju ngjelet hatri nga këta që të kanë trahtu edhe familjen Jashari, e kanë vjedh edhe familjen Jashari, e kanë çdo të keqe që ja kanë bo, familjes Jashari i ka ardhur po nga këta. E tash ka ardhur koha që ndryshojnë këto regjime të largohen, edhe njerëz që kanë gabuar e kanë pru këta njerëz pushtet, dalin kundër tyne, sepse unë e kam thonë, edhe e tham përsëri, ma i vlefshëm është një qenë në kolibën e Jasharve, në bërt Jasharve, se Sami Lushtaki, apo Nuradin Lushtaki, apo Mergim Lushtaki. Mos t'ju ngjelet hatri nga këta dhunus, mos që një vetën të ofendune, jo ti si
zojeron si zyrtare, por qytetarët e dinë se këta kanë uzurpu Devarezat Morin, tash kanë uzurpu stadionin e futbollit. Qytetarët e Skënderajit e dinë se kush janë këta, po ende po heshtin, ende po flejnë, qytetarët janë gjëm, këta po vjedhin, po uzurpojnë, po shantazhojnë. Prandaj, na ndihmoni,